tash ku qëndron? Në këtë moment, ku jemi? Me njëherë sa po kemi marrë letra. Punimet janë pezullu? Ja. Punimet vazhdojnë? Nuk ja pezullu kush punimet, sepse nuk është fatmiri është personi i cili nuk ka asi lidhje me atë pronë. S'ka nësi. Ju, do më thonë, ato që ka ti përfaqëso, pretendojnë që është pronë e tyne. Fatmirja ka shqit Bashkim Ulaj. Çështja është në gjyq. Normalisht a duhet pezullohet? Ligjërisht po. Përderisa ka një konflikt prone, duhet pezullohet. Duhet pezullohet, por ka edhe një gjë, që ai është me certifikat pronësie. Ka kalu nga certifikata e pronësisë ti te certifikata të cilën është marrë një leje edhe ajo kundërligjshme. Sepse për të marrë një leje për të bërë një zhvillim, ju thoni që është me certifikat pronësie. Është. Përderisa pretendimi është që është e falsifikuar. Dhe klientët tuaj që përfaqësoni ju pretendojnë që është pronë e tyre dhe duhet kenë dokumenta. I kanë, vërtetojnë. Po i kanë dhe jemi në gjyq. Pronësinë e tyre. Çështja është në gjyq. Po. Me sa di unë, ju jeni kompetent. Me sa di unë, në raste të tilla pezullohet ndërtimi. Jo, ka një problem aty ligjor dhe thot që në qoftë se unë do ta pezulloj, ti do lash garant 200.000, 500.000 euro për damin që do i shkaktosh firmës. Dhe ti në qoftë se fiton, shko e merri. Dhe me drejt gjykata këtu është pikpyetja. Dhe gjykata thot në vendimin e saj kur refuzon pezullimin e veprimeve, thot që në fund të fundit thot, nëse ana e juaj e fiton gjyqin, që çështja ka i gjyqtar prep themelin, thot, ai do ta kthejnë gjëjën e mëparshme. A mund të kthejnë gjëjën e mëparshme? Ajo është një tallje me tallje. Tani jemi në këtë pikë që jo se nuk e din gjithë ata se çfarë ka ndodhur, se nuk ke sot asnjë shqiptar që ka 1,5 milion metra në një vend të përcaktuar me hartë me kështu. Dhe çka ka ndodhur? Vetëm ky 1,5 milion metra është largu nga sistemi i qeverisë tonë si zonë e mbrojtur. Ja kanë heqë këtë, nuk është e mbrojtur, vetëm kjo pjesë. Të gjitha tjerat janë mbrojtura.